Ishte 14 tetori I vitit 2014, një natë e ftohtë, jo vetëm nga moti, por edhe nga ftohtësia e asaj ndeshje. Përballeshin dy botë ndryshme, ajo shqiptarëve dhe serbëve. Realisht unë e kuptova që kjo nuk do t'ishte një natë e qetë, por do t'ishte një natë plot me tension. Ashtu ndodhi. A pa di motivim ndryshe nga trajneri përpara kësaj ndeshje? Kishte një motivim ndryshe nga trajneri Debiazi, përpara se të shkojnë në stadium, ai vuri një video motivuese. E përdorte shpesh faktikisht, por këtë herë ishte ndryshe. Ishte ndryshe sepse kjo video tregonte genocidin që serbët po tregonin ndaj kosovarëve që po I përzenin nëpër shtëpia, po I përzenin nga shtëpiat dhe po vinin drejt Shqipërisë. Patjetër që kjo video na motivoi shumë dhe në sfond ishte poezia që recitonte Reshat Arbana, O moj Shqipni, dhe patjetër që ne ishim djemtë e Shqipërisë që do shkonim dhe do mbanim lart nderin e kombit tonë, e shtetit tonë, e njerëzve tanë, e Shqipërisë tonë që duam kaq shumë.